Diskutimi në lidhje me suplementet është që për një cilësi jetese më të mirë, me justifikimet që ushqimi nuk është më i njëjti siç ka qenë, këto nuk janë të mjaftueshme në momentin që ne nuk po bëjmë diçka për të rregulluar stilin ton të jetesës dhe mënyrën e të ushqyerit. Dhe nëse ne konsumojmë 10 litra ujë, ne jemi të zhveshur nga gjithë elektrolitet të cilat çojnë edhe në fatalitet. Po. Dhe unë shoh trendin sot në emër të detoksit, e cila është fjala më e abuzuar që unë dëgjoj, duhet konsumojmë shumë ujë. Nuk ka, madje edhe kërkimi shkencor, nuk ka një definim të sasisë së ujit që duhet konsumuar në ditë për të qenë ne të hidratuar, por sekreti për një përshëndet shumë të mirë është kombinimi i gjithë karbohidrateve, proteinë, fibra dhe të gjitha këto në një pjatë ose në një vakt. Unë nuk jam kundër ëmbëlsirave, unë i konsumoj ato, unë konsumoj fëmijëve të mi absolutisht ua bëj këtë gjë, por nuk ja jap asnjëherë ëmbëlsirën për mëngjes. Nuk ja jap asnjëherë ëmbëlsirën si një vakt i vetëm. Ëmbëlsira do të jetë pasi ai ka konsumuar proteinat, fibrat dhe tretja apo përthithja e sheqerit bëhet më e ngadalt. Në lidhje me suplementimin, është i nevojshëm kur ka prova që ka deficienca. Por para se të arrijmë tek suplementimi, ne duhet të analizojmë pse janë këto deficienca. Janë sepse ne nuk kemi një ushqyerje të mirë, nuk po marrim gjithë elementët ushqyes që kemi nevojë, pra duhet të analizojmë dietën tonë dhe nuk mund të shkojmë drejt te suplementimi. Po.